Në kek, pushimin vjetor nuk jav jep si që ta kanë me lecë. Nuk koordinohen. Në rast se ka pushimin vjetor, dit e hane, apo e marte. Edhe që a i thot, jo se ti e dal prej ndrimit të ret, e ti dush me shku me pushu pa pages, jo me pushim vjetor, pastaj me fillu pushimin vjetor. Do më thonë, logjik e dopt e menaxhimit. Pse? Na kem munges të punëtorëve. Nuk kem munges financiare. Po qartë, keku po. Edhe aty në punëtorëve po ju kushton me meditje sa herë do që shkujnë në pushim vjetor. Po. Nuk ju paguën 2-3 meditje. Edhe këto, pejt hanës dherin të prenten, ligji i punës e jep, që ti e ki detyrëmisht nëse pajtohet menazeri, me punëtorin, në bashkëpunim, me shku në pushim, nuk mundet burimet njerëzore me janë alë pushimin dhe thotë jo se ti mos po fiton shumë. Kjo është shumë e pa drejt. Kjo është e pa përballueshme. Këto e përballan veç punëtori i kekut. E tani po ik më nësë rren. Ti apëshit që apo i ban. Kush je ti? Një hullumtim që